këto janë mini biblioteka që edhe i dhurojnë një farë bukurie sheshit ku vendosën. Edhe nëse fare s'ka libra, është një pjesë... Njohim raste edhe të tjera në Kosovë që kanë provuar t'i bëjnë disa. Mos e nje, se zumi njoftë atë raste, asë mos e përmen atë pjesën tjetër. Okej. Se tash e tutje ka vazhdu kështu, kjo iniciativë në ashtë që e ka marrë me shumë dashuri, me mund... Nuk ka pas as edhe një libër deri sot dëmtuar. Prandaj, po shem, e di se dhe më pyetje do me bo, pyetjen që më Okej, përgjigju. Do me thonë, këto nuk kanë mu dëmtu asnjë. Se janë vendosura në vende publike, janë vendosura në vende ku ka kamera, nëse do të vendosim kamera dhe brenda, por nuk lejojmë asnjëna prej këtyre me u dëmtu. Qire, mu man mbylli gojen, ju mos guxoni me i prek se tek është e rrezikshme. Po, se tek e fundit edhe në gjyq mundën me pas probleme me polici, sepse te po shkatron në pronën publike. Se e ka që sigurt që nuk kanë me u dëmtu? Përderisa është në viti që 5-6 muaj dhe nuk është dëmtu as edhe një libër, pse kanë mu dëmtu tjerat? Është në Gjilan, është në Feriza, është në Mitrovic, asë njëra nga këto së është dëmtu, në një. Në dy thash jenë vendosura në vende publike, në vende ku është... Ka edhe kamera? Ka kamera, 24 orë janë përcjellit kamerave. Dhe unë besoj vetëm një njeri i marë, mundet me shku dhe me dëmtu librin. Kujna i del punë me librin, me shku me dëmtu, një diçka që unë e kam ba për tjertë. Nuk e kam ba për gjëzitën, se unë e kam bibliotekën time, personale në shpet ndashta me 10.000 libra. A shkele mu lirin drejtën që më thaj mos më pytë? Jo, sepse te me pytjën tane, kishe mujt me nëzit dikar me kryna i vej për tjetër që s'ka nevojë. He, more Allah. Që është para gjykon? Masi veç ma more rolin, hajde këtu veç një pytje ki drejt me ma bo mu unë, po vinë në vendin e misafirit. Po, pa tjetër. Hajde. Ta sho qëfar pytje për më bënë? Di duar trokitje se ka emocione tani. Kush emocione? Kush emocione? Veç më sy mbi tavolin. Lutëm jam qaqe kulturuar sa. Atëherë, Zoti Resol, ju dihet që keni qenë angazhuar në disa televizione dhe në disa emisione. Mirëmëngjesi Kosovë, pasaj lajmët. E së fundmi, unë si ju një këto në Libero, prandaj më thuaj cili nga emisionet jenë di mas mirë edhe cili është ma i rëndësishmi për ty. Përgjigja dihet. Besova që keme të uzu kashlet. Befasove që po ma din biografin. Pa tjetër, unë kam qenë ka që vogël, kur të kam shiku në televizion, jam rrit me ta dhe sigurisht kë është njëri ndër emisionet ma të rëndësishme ku unë prezentoj sot, është pikrisht Resuli, sepse tregova, jam rrit me të edhe e di sa bërtimën e kemi hangër na prej prindrit. Gjithë që ta ma përmendin, prej tranur. prindrit, mos me bo zdo për lojme. Keni faj që keni bo zhurë. Se doj kemi ndi qdo gjoj që ti thoje. Vogël, është ka të regon diferencën në moshë që keni. Pre fillimit ja ka njësë shumë. Atëherë, me qenë se e aty, drejtojë kamerës mbyllë këtë pjesë edhe... Atëherë ishim edhe sot me emisionin Liberos, si shësia sot është emisioni ma i mirë, sepse sot kemi pas musafirët ma të veçantë, mirë po kam pas një përbashkët, gjithë kanë qenë artist dhe njerëz të artit, kisha dash me përmbyllë edhe me atë pjesën që drejtësia është art i së vërtetës, prandaj ju gjithë që po na shikoni thuajni gjithmonë të vërtetën, sepse vetëm e vërteta mbizotron paqe dhe dashuri tek njerëzit. Shihemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.